Kjo dituri që është për Allahu subhanahu wa taala nuk ka dyshim që i ka edhe dobit e saj. Por dobia më e madhe është kur robi Allahu subhanahu wa taala dëshiron ta njohë Allahun përmes emrave të tij prej më të bukurave. Çe posidon lart madhërinë e tij. Tash, nëse ndalojmë tu te kjo pjesë me temën, themi kështu. Sa është e rëndësishme për mua dhe për ty Allahu dash që kur shoqërohemi me dikant apo kur duam ta njohim dikant, të interesohemi për ta. Të marrim informacione për ta. M'pas, nëse njoftohesh me to çka, hapin e parë që e bën mundosh që ta njohësh karakterin e tij. Apo e dikush interesohet m'pas për rrjedhën e tij familjare, çfarë njeriu, çfarë epiteti, çfarë karakteri ka. Si përket që çka, që ta afrosh afër dhe nëse ti thua vallahi me të vërtetë kam një vëlla, dhe mbi gjitha ja shpërndan dhe ato çka ti domethënë i ke sekrete mes veti, po pse? Se mundohesh dhe bën të pamunduron për ta njohur një njeri, për ta pas pranë vetes. E tash i kthehemi temës, sa është e rëndësishme për ne që ta njohim Allahun subhanahu wa taala përmes emrave të tij. Sa është e nevojshme që ne ta njohim Allahun subhanahu wa taala, pse? Sepse njohja Allahut subhanahu wa taala ta shton frikë respektin te Allahu subhanahu wa taala dhe dashurinë që Allah e ka për ty dhe ti për atë për Allahun subhanahu wa taala. E pa njohjen tek Allahu subhanahu wa taala çka ndodh devijimi, Allahu na ruaj. E pas dalin polemika, dalin debate në rrjetet sociale, në kanale televizive, tash a ka emër Allah në Kur'an, a nuk ka, e përmend Allah emrat e tij në Kur'an apo nuk i përmend dhe kështu me radhë. Pse ndodhin këto? Këto ndodhin nga mos marrja dituri dhe informacion prej Kur'anit, nga ajo që ne nuk kemi sinqeritet subhanallah për ta njohur krijuesin ton Allahun subhanahu wa taala.